Pse na ka krijuar Allahu? Allahu i lartësuar na ka krijuar që ta adhurojmë atë një të vetëm, mos t'i bëjmë atij shok. Zoti i gjithësisë nuk na ka krijuar kot, nuk na ka krijuar pa qëllim, apo lojë ose argëtim, por na ka krijuar me një qëllim madhështor. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Adhurim është çdo gjë që e do dhe e pëlqen Allahu i lartësuar, qoftë ajo fjalë apo vepër, e dukshme apo e padukshme. E dukshme, si përmendja e Zotit gjithësisë, namazi, haxhi, kurbani. E padukshme, frika, mbështetja, shpresa. Të gjitha këto janë adhurime me të cilat afrohemi tek Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë. Pra qëllimi pse na ka krijuar i madhi Zot është që ne ta adhurojmë atë një të vetëm, pa i bërë atij shok në adhurim.